Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 22 vjeçe dhe jetoj në fshat. Jeta këtu nuk është e lehtë, por është e sinqertë. Nuk ka shumë zhurmë, nuk ka shumë luks, por ka shumë punë pafund. Çdo ditë e imja fillon herët. Zgjohem para se të dalë dielli, kur ajri është ende i ftohtë dhe gjithçka është në heshtje. Vesh rrobat e punës, lidh shamin dhe dal jashtë. Obori më pret çdo mëngjes njësoj, me balt, me erdheu, me zhurmën e kafshëve që presin të ushqehen. Kafshët janë bërë pjesë e jetës time më shumë se sa mendoja ndonjëherë. Kemi lop, pula, gomar dhe disa kafshë të tjerë që kërkojnë përkujdesje çdo ditë. Nuk ka pushim, nuk ka sot jam i lodhur, ato varen nga unë. Në fillim gjithçka e bënim bashkë me burrin tim. Zgjoheshim bashkë, dilnim në obor, ndanim punët, kishte lodhje, por kishte edhe një lloj harmonie. Flisnim gjatë punës, qeshnim për gjëra të vogla, ndanim çdo moment. Por me kalimin e kohës, kjo gjë ndryshoi. Ai filloi të merrej më shumë me punë jashtë shtëpisë. Dilte herët dhe kthehej vonë. Unë mbeta gjithnjë më shumë e lidhur me fermën. Pa e kuptuar, dita ime filloi të rrotulloi vetëm rreth kafshëve. Në mëngjes u ushqeja një nga një, pastaj pastroja stallën, mbushja ujin, kontrolloja gjithçka. Në mes ditë përsëri bëja kontrollin e dytë. Në darkë e njëjta gjë. I flisja shpesh kafshëve, jo sepse prisja përgjigje, por sepse më dukej sikur më dëgjonin. Ishin aty të qeta, pa kërkesa të tepërta, pa ankesa. Nuk më gjykonin, nuk më kërkonin më shumë se sa unë mund t'i jepja. Kjo gjë më qetësonte. Ndërkohë burri im po bëhej gjithnjë më i largët. Ai kthehej në shtëpi i lodhur, edhe unë gjithashtu isha e lodhur. Nuk kishim më energji për biseda, për të ndarë ditën, për të qenë si dikur. Bisedat tona u shkurtuan shumë. Pastaj, heshtje. Në fillim nuk e vura shumë re. Mendova që është një fazë. Jeta e fshatit është e tillë. Lodhja bën të vetën. Por dita ditës heshtja u bë më e madhe. Nuk dilnim më bashk, nuk pinim më kafe, nuk qeshnim për gjëra të vogla, secili ishte në botën e vet. Unë në obor, ai diku larg edhe kur ishte pranë. Një pasdite ndërsa po qëndroja te kafshët, më gjatë se zakonisht, ai doli dhe më pa për disa sekonda pa folur. Pastaj më tha: "Ti rri më shumë me gomarin se sa me mua." Qesha lehtë sikur të ishte shaka. "Po dikush duhet të merret me to," i thash pa e menduar shumë. Ai nuk qeshi, ishte serioz. "Duhet merresh dhe me mua," më tha. Ajo fjali më goditi, por nuk reagova. U ktheva prapë te puna sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Brenda meje diçka filloi të më mundoi. Ditët vazhduan njësoj. Unë vazhdoja rutinën time duke u marrë me çdo detaj të fermës. Çdo gjë duhet ishte në rregull. Çdo kafshë duhet ishte e ushqyer, e pastër, e kontrolluar. Ndërkohë marrëdhënia ime po lihej pas dore. Një mbrëmje u futa në shtëpi më herët se zakonisht. Ai ishte ulur vetëm duke parë në heshtje. Nuk kishte televizor, nuk kishte telefon, thjesht të rinte. Ula pranë tij. Heshtëm për disa minuta. Ishte një heshtje e rëndë, ai lloj heshtje që të bën të mendosh për gjithçka që nuk e thën. Dhe aty për herë të parë e pash ndryshe situatën. E pash veten time nga jashtë. Një gruaj që jepte gjithçka për kafshët, për punën, për detyrimet, por që kishte haruar të kujdesej për njeriu që kishte në krah. "Ke të drejtë," i thash. Ai më pa i habitur. "Jam marrë shumë me punët dhe të kam lënë pas dore." Nuk foli me njëherë, pastaj më tha: "Nuk dua shumë, kërkoj vetëm pak kohë nga ty." Ajo fjali më preku më shumë se çdo ankesë. Nuk po kërkonte diçka të madhe, vetëm vëmendje. Atë natë nuk dola më jashtë. Qëndrova me të. Folëm gjatë për herë të parë pas shumë kohësh. Për gjëra të vogla, për gjëra të mëdha, për atë që kishim qenë dhe për atë që po bëheshim. Nuk ishte e lehtë,
por ishte e sinqert. Që nga ajo ditë nuk ndryshoi gjithçka me njëherë. Fillova të ndryshoj diçka të vogël çdo ditë. Lash punën më herët, u ula për të pirë kafe me të, e dëgjoja. Kuptova diçka të rëndësishme. Jeta në fshat është e vështirë, patjetër, por më vështirë është të humbasësh njeriu që ke në krah, pa e kuptuar. Dhe ndonjëherë duhet të ndalesh mes gjithë atij kaosi dhe lodhjeje për të kujtuar pse po e bën të gjithën këtë. Jo gjithçka që kërkon kujdes është më e rëndësishme se dashuria. Dashuria ka nevojë për kohë, për vëmendje, për prani, jo vetëm për sakrificën tënde. Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 22 vjeçe dhe jetoj në fshat. Jeta këtu nuk është e lehtë, por është e sinqert. Nuk ka shumë zhurmë, nuk ka shumë luks, por ka shumë punë pafund. Çdo ditë e imja fillon herët. Zgjohem para se të dalë dielli, kur ajri është ende i ftohtë dhe gjithçka është në heshtje. Vesh rrobat e punës, lidh shamin dhe dal jashtë. Obori më pret çdo mëngjes njësoj, me balt, me erdheu, me zhurmën e kafshëve që presin të ushqehen. Kafshët janë bërë pjesë e jetës time më shumë se sa mendoja ndonjëherë. Kemi lop, pula, gomar dhe disa kafshë të tjerë që kërkojnë përkujdesje çdo ditë. Nuk ka pushim, nuk ka sot jam i lodhur, ato varen nga unë. Në fillim gjithçka e bënim bashkë me burrin tim. Zgjoheshim bashkë, dilnim në obor, ndanim punët, kishte lodhje, por kishte edhe një lloj harmonie. Flisnim gjatë punës, qeshnim për gjëra të vogla, ndanim çdo moment. Por me kalimin e kohës, kjo gjë ndryshoi. Ai filloi të merrej më shumë me punë jashtë shtëpisë. Dilte herët dhe kthehej vonë. Unë mbeta gjithnjë e më shumë e lidhur me fermën. Pa e kuptuar, dita ime filloi të rrotulloj vetëm rreth kafshëve. Në mëngjes u ushqeja një nga një, pastaj pastroja stallën, mbushja ujin, kontrolloja gjithçka. Në mesditë përsëri bëja kontrollin e dytë. Në darkë e njëjta gjë. I flisja shpesh kafshëve, jo sepse prisja përgjigje, por sepse më dukej sikur më dëgjonin. Ishin aty të qeta, pa kërkesa të tepërta, pa ankesa. Nuk më gjykonin, nuk më kërkonin më shumë se sa unë mund t'i jepja. Kjo gjë më qetëson.